Unë jam hardhia e vërtet dhe ati im është vreshtari. Çdo shermen që nuk jep fryt në mua, ai e heq. Kurse çdo shermen që jep fryt, ai e krasit që të jap edhe më shumë fryt. Wow. Unë u rita me këto hardhit në shtëpi, sepse gjithmonë babi ose merrte ndonjë shok që merrte më shumë veshme nga hardit e rushit. Vinte një sezon që gjithmonë e krasisnin, dhe unë si i vogël nuk e kuptoja dot shumë. Ajo dega rritet, pse e presin? Sekreti është se kur e krasisnin hardin, ajo prodhonte më shumë, degëzohesh më shumë. Prandaj të njëjtën princip Jezusi po i thot njerëzve, krasitja në jetë është e nevojshme. Janë ca gjëra që duhen krasitur. Mbase ca zakone duhen krasitur. Mbase disa njerëz në jetë duhen krasitur, të hiqen. Largohuni nga ata. Mbase disa vende që veni duhen krasitur, duhen të hiqen. Pse? Sepse ndikojnë në lidhjen që ke me Jezusin, me Perëndin. Prandaj ai tha, kur krasiten, ju do prodhoni shumë fruta. Ky është qëllimi i Zotit për jetën tonë, që të prodhojmë fruta. Prandaj miq të dashur, ardh koha të krasisim disa gjëra nga jeta, që të japim sa më shumë fruta. Qofshi të bekuar në emrin e Jezusit.